Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show. Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show Full ship. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve edhe sonte. Si çdo javë. Interesant, marash edhe sonte kemi një emision shumë të bukur. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve edhe herë. Shtapiqa dhe çaj përpara, mos harroni me pas, edhe kush është të hongër darkë i boft mirë, se ora darkës për disa në shqiptarët realisht ham sa më vonë para televizorit. Për me na dhim fluksi, por uroj t'jeni mirë gjithë me familjet tuaja. Ju përshëndesim prej Zvicrës, prej zemrës Zvicrës, në shtëpinë e diasporës bashkë me kolegun tim Loçkan që e kam këtu Marash Pulajn. Sonte do kemi emision interesant, tema interesante. Realisht do flasim edhe për artin marcial, për boksin do flasim me një bokser, trajner, ish bokser, ish kampion, është kampion dhe është miku im mbi gjitha, mirë por edhe biznesmen, dhe kemi ekskluziv në Full Ship Show. Hera parë që është në Full Ship Show sonte do jetë boksieri i mirënjohur shqiptar me një karrierë bajage të madhe, të bujshme, Kobra ose Arnold Gjergjaj. Mos u largoni se do kemi intervistë shumë interesante, do flasim shumë për karrierën e tij, do flasim për triumfet e tij, do flasim për humbjet e tij, do flasim për gjithçka që do na zbuloj Arnoldi sonte në lidhje me karrierën. Por do kemi edhe për herë 30 më duket, nuk e di. Për herë 3 mikun tim Faton Krasniqi, një djalë shumë i mirë, një shembull realisht, një këngëtar, autor dhe shkrimtar poezish edhe tekst shkrues. Gjitha këto me radhë. Do kemi sonte Fatonin për ta promovuar në Full Ship Show me këngën e re të tij dhe shkrimet e tija që realisht po bën bujë edhe Faton Krasniqi. Mbi gjitha është pika djalit. Marash me Arnoldin kam shumë dëshirë me bisedu sonte për karrierën e tij. Emrin e njoftën edhe emrin e njohur, edhe përveç Arnoldit njohim, e kam mik edhe s'kam asesi pa e përshëndet dhe Anton Gjergjaj, vllajën e tij, i cili po na ndjek në këtë moment. Anton, respekt dhe të përshëndesim. Para se ta ftojmë Arnoldin, po falenderojmë sponsorët, partnerët tanë të këtij sezoni dhe pastaj dalim tek mysafiri. Vielen Dank, Komplex Annecy. Der Annecy-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplex Annecy. Vielen Dank, faleminderit shumë. Fshati më i bukur turistik që na jep mundësinë për të blerë villën luksoze në fshatin më të bukur, 270 metër katror, banim me 800 metër tokë dhe me pishinë verore dimrore në një ambient ku natyra është e mrekullueshme. Ja ku e keni numrin e telefonit, ja ku e keni edhe spotin që nxjerr diamanti këtu për ta parë, edhe mund ta vizitoni edhe nga afër. Kështu që Komplex Annecy, big up. Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Prej Prishtinë në Basel, në Gjenevë dhe në Zürich, prej Züriu nga Bazeli dhe Gjeneva për Prishtinë, dhe në gjithë Evropën në Pristina Ticket, rezervoni, fluturoni pa turbulenca. E keni sigurt pa turbulenca. Nëse dridhet në herë mos u tutni. E keni lirë mirë luktin me kufera të aeroplanit, po mendoj, edhe me të njëjtin çmim dhe më lirë se askund tjetër. Pristina Ticket, faleminderit që jemi ne. Mysafiri në
parë. E ftojmë Savirin e parë. Emrin e njoftën, e kom Emër lexuar shpesh i njohur. në media zvicrane, e kom lexuar, më kujtohet. 2 herë kampion Evrope, kampion bote, sipërmarrës, familjar, themelues i Arnold Box. Tashi trajnon të tjerë, kam dëshirë me ditë, a ka ndonjë bokser të ri që do të vi në hapat e Arnoldit dhe ta te i kaloj edhe të ketë një karrierë të fuqishme shqiptare. Do të me ditë gjitha këto gjona. Edhe për këta, sonde e kemi kindapu boksirin, nuk e lëshojmë pa ja marrë gjitha përgjigjet që ne kemi nevojë. E kena mshel dyrt me Chelsea për mos me ndalon medalë, veç i sholla si mushet menja me na rrej se s'kena ka medalë na tani. Tash kjo është ne e kena blloku dyrt për me ne e kena blloku dyrt për mos me lona ata medalë, veç kot një mush menja ti me na rrej ne s'kena ka medalë na marrë. E ftojmë Duar Turkiti on big up Arnold Gjergjaj. Mirë se erdhe në Full Ship Show. Mirë se u gjeta. Arnold, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio për herë të parë në Full Ship Show. Faleminderit Altin, respekt. Edhe për ty respekt edhe shumë kënaqësi kam që të kam sot këtu, edhe sot nuk do të lëshojmë, thashë kena mshel dyrt. Qashtë. Veç Zoti inshallah e ban mirë, e s'të mushet me një dallash, e s'kena ka me dalë natën. Ja, faleminderit shumë për ftesën. Altin, janë disa vite që më ke ftu herën e parë. Absolutisht. Po kena prit, kam thonë kur ta kryj karrierën, kena shko me fol më shumë. Atëherë, Kështu a si ke erdh- kry erdh karrierën koha- Arnold? Po, E ke kry karrierën? po. U ban tash gati një vit. Edhe në fillim u konë shumë zor. Po. Me dhonë ndërheqje, Po. disa ndërhyrje kanë hi familjarët, më kanë thonë Arnold, tash kena boll Po. kena pas boll karrierë, tash ti duhesh edhe pak kohën me gjetë edhe për vetë, Për veten familjen, tonë. Po. se ky sport të vyn shumë disiplinë, vyn shumë angazhimet, edhe për atë punë erdh koha kur Mbyllet e karriera. mbyllëm karrierën, po jem shumë të kënaqur se u kon për mua gjithçka mirë, kam mësuar për sportit. Jena integru këtu në Zvicër, tamam mirë me sport. Kena mujt më kallëzuar zvicranëve që Jena edhe shpirt pse luftarak. vim Qashtu, jena shpirt të mirë me sportin, atë luftarak. Edhe pse kena ardhur vorë në Zvicër këtu mas lufte, edhe u kon koha lufta në Kosovë, mas lufte marrë në Zvicër, edhe pse kena pas dëshirën më ardh, që mos u kry lufta, edhe tham po jetojnë atë shlirë në Kosovë. Erdh babi na mur, edhe ja nisëm këtu shkollës, Jetës së shkollës. në jetës, Zvicër. edhe pata mundësinë atë edhe me sport mu. Do të thonë në Zvicër e keni sportin, a? Po. E boksit. Si Jo, fëmijë- jo prej Kosovë. Jo. Si të minë Kosovë, të në herët jam konë pak si i rritshëm, edhe si i fuqishëm, Po. po kena pas atëherë mundje kështu. E ushtrojshë në për rrugë boksin. Në për rrugë- Tu rrej me fëmijë. Jo, s'jam konë as si thmije, me të Po. kallëzu drejtën, po bajshëm që më thonë tash ti roki ose mundje vdurve ose kësi. Gjithmonë e kam pas atë far fuqinë se gjithmonë isha fitues. Edhe kështu se e di si sot jam konë klasën e 7-8 edhe do shok të mi shkojshë me një far shkollë karate. Edhe shkun ata dhe i tham nanës në të shtëpia, thash nanë, po kam dëshirë dhe në me shku. S'ka, tha, vjen pyetje. S'ka shans. Edhe e lash, do më thonë s'mujta me dalë. Edhe atëherë, kur erdha në Zvicër, Tu dha mundësia. jo më dha mundësia, të kallëzoj tash ti unë erdha në Zvicër edhe shkova në klasën e 8. Edhe kur hina në klasën e 8, i pata dy shok aty edhe ata buksojshin, edhe po më thojnë mua Arnolla po vjen me vetë, po vjen me nesër atë që ushtrojnë ana dhe kur më thanë mua me plot dëshirë po ata. Edhe shkova më pëlqej shumë. Kur u ktheva te shtëpia pe i dërgoj babit, pe i tham çështu, tha, po kam qef thash me shku me boksu. Tha, djali jam, tha, na kena ardhur me punu në Zvicër, çfarë boksi. Tha, zvjen, tha, kjo kërkon, tha, ti tha, dush me kry zanatën, tha, dhe me punu edhe lej këto sene. Po në kry fort, edhe kishim një 2 javë pushime, di si sot, shkolla dhe si kisha dhe mundësi, tash mi lyt pare babit, mi thonë babi më duhen që ka pare për me gjestru në boks.
Edhe di si sot, o kanë box, Thai box me kickbox bashkë, o kanë 890 frank, o kanë. Edhe mi a lyp babit, mas luftës. 890 frank në atë kohë vjetore. Në atë kohë, për një vjet, po. Për një vjet, po, për me stërvit. Edhe tash ti, qysh mi thonë babit, na kishim marrë në Zvicër tu tash ti me punu, me se me jo mi lyp babit parë. Po. Edhe që ato 2 javë shkova gjeta ku punova si fshis, ose pastrues. Edhe im fitova ato parë dhe shkova E bona pagesën. e bona pagesën, kur ktheva, edhe ke që ato 2 javë kënë përshim, baba pa të shku në përshim Fati Kosovë. jot. Po, kur u kthyaj, unë i kisha pagu krejt, edhe ja tregova babit, i thash babi, thash që thash. Kam punu edhe kam E pagu. kam punu, kam pagu, më këqyri, dashti ma fut një, po. Jo, mëse pa, se du plot me dëshirë, me vokit sport, atër më kanë nimu shumë, këtë familje më kanë nimu, prindit me gjithse nështë babi një herë, 2 herë ardhë më po, dhe ka thonë më kur më zvi. Ndeshje ka Një ardhur, pyetje po, kam këtu mos të më hikin se kam prit se harroj. Sipas teje, Arnold, a duhet me pyet fëmijët prindrit për dëshirat që kanë apo jo? Po mendoj, sepse po ta kishe një gjuhë babën apo nanën, ti s'do ishe boksier, s'do kishe qenë, s'ishe boksier. Po na kin A duhet me pyet ne apo fëmijët tanë, a duhet me na pyet për dëshirat që kanë me vendos ne për fatin e fëmisë apo me jalon fëmis me vendosën na me mbështet? Çka kishe thonë? tash ti po, përpara o kon ju. Gjithçka shka kanë vendos familjet kanë ndodha, po din, por unë mëse me plot dëshirë dësha me bë këtë sport, edhe disha se unë mu integru sa ma shpejt në Zvicër kur mu aktivizu me sport ose me shkollë, se që jam një mon. Na ishim dardhën për luftë. Akti ne ishim 2 vjet bllokum, nuk ishim para daljet ose për te i katunit veç kur jam shef ose kur kena hik për shtëpie, mu rujt për luftës, domethënë, s'kena pasë, kur erdha këtu në Zvicër për mu ke shumë diçka shumë e madhe, ai të kuptu. Edhe që ajo më pat një mu se ty antë me sport, me shkollë, ja dolem puna për me arrit çto kena. Na kallëzo pak për feminin. Fillojmë tash kretë për fillimit. Ku je rrit edhe me çka e marr si fëmijë? Jam rrit, kam lind në Katun, Dobrigje, është Dobrigje fshati. fshati, Okej. është komuna Gjakovës, dahet me Deçanin. Jam shku në shkollë aty. Për pak me të kap Deçani ty apo? Po, për unë pak. jam për pak, domethënë Katun jam dahet me Deçan edhe Gjakov. Okej. Shumë Katun i mirë, është shumë vend i mirë, i qetë, e du shumë, s'ka vend botë, Më të mirë. më pëlqë, jo, Normal. domethënë atje më rre shpirti mirë dhe Bravo. rahat. Bravo. Edhe pse tash ti jena këtu në Mergim, po kam qef tana herë dëshirë me shku Kosovë në Katunit ta. E si 14 vjeçar tani keni ikë për Atër luftë? kena shku në shkolla atje, kena përjetu, domethënë ketë ato sene ma sporti, se tash ti fëmija dhe rritet na rrit me një frikë në Kosovë, si fëmijë. E di për hera parë jam konë në moshën 8 vjeç, kur na kanë hi paramilitarët serb, domethënë këtë familje na kanë nxjerr për jashtë në 5 mëngjesit, edhe na kanë lyp na armë ose sene tjera. E di babën miqë na kanë morë kanë qenë në burg. Po domethënë këto sene janë çka të forcojnë, ai të kuptu. Neve na kanë bëma të fortë edhe se di atë ndoshta mundet më kanë me një pikë ndoshta se shka ki përjetu kretë jetë. Ka ardhë nështë një punë se e ki gjeti mu mbrojt, edhe nështë u konë dhe që kjo pika boksit ose sportit për me morë në siksi. Edhe atëherë lufta, shkolla, një jetë shumë të mirë kina pasë në Kosovë, edhe pse kina pasë ato probleme, dhe më thonë, po u konë familje, u konë e kina pasë, me keq ato mundësit se i kina bo, si në shkollë, dhe më thonë, i kisha falendru çdo mësuesi, që ja kanë dhënë atë mundësi neve me na shkollu, me na prunë që gjendje sot ku jena. Nuk i kina pas të ardhmet e mira, ose libra nuk i kina pas nashta një libra ka pas një mësus për kretë nxënësat në shkollë. E tash i kina këtë mundësit, dhe më thonë jena të ardhëm në Zvicër, ose dhe në Kosovë, liria ka bon venin, i kina mundësit mua me arritë sa ma shumë. Edhe atëherë me këtë pak, po me qatë pak që kina pas, kina konë shumë të kënaqëm edhe kina mujtë me batë mundshme
për me arrit. Si 14 vjeçar, ke thënë keni ardhur tani në Zvicër. Çështu ka dok momenti i parë në këtë shtet. Jam gëzu ditën e parë kur kam që kam marrë në Zvicër, por kur kam marrë këtu, çfarë ditë kur kam dash marrë të jam mërzit shumë. Edhe s'kam dash më ardh, por kur kam marrë këtu, me të vërtet thash ku Zvicra për mua shumë e madhe, thesha çishim të shoj rrugë, çish dal, çish kësi. Po dash ti Zot edhe ato, si tash shpejt u integruam edhe Ki pas vështirësi gjuhën me mësu. Shumë. Kena pas shumë vështirësi, janë kanë gjuha, janë kanë si tash mësimet, na kena pas një shkollë, si tash në Kosovë, këtë ndryshe për këtu hit, po atë dashni që na kanë dhënë mësuest, e kena mburë atë pa me veti, po dijen, që Zotit edhe këta e kena mësu për këtë. Edhe gjithë, po. Po, vazhdo. Gjithë ki pas dëshirë mu marrë me arte marciale, po në ki edhe prej feminist që e ki thënë. Si tash, në Kosovë, na s'kena pas me një sent vogël, e kena bon të madhe me mujtë me lujtë këtë fëmija katunit. Atër për që ata më lasëshim, pëzim shemull, o rokshim, ose bajshim dishka cili po del fituës, ose prija të heshtit e kam pa dhe vetën që E keni super fuqi. e kam një farë, po, më thonë, edhe atëherë, si tash ku erdha këtu, dy shokët mi, haloj kam shok, i përshëndes shumë, ata më thanë mua në ta qështu shkojnë ata në sport, boks, edhe Thai boks, apo vishme një. Emrin Arnold kush ta kanë gjitë? Ma kanë gjitë Agja jem. Agja. Sikur me Si e pas ditë, përshëndes shumë. sikur me pas ditë që ke më bobo. E kam një Agja, është për mua është superstar. Është, Legjendë, ë? Legjendë, është. S'ka një më të mirë. Sikur me pas ditë që ke më bobo kësjer ta ka vendosur emrin, Jo, Arnold. Tamam ta ka përshtatë me. Ai kish pas një shok shumë të mirë zvicran, edhe i pëlqen emri Arnold, edhe ai shkon burri i mirë që shtu tash i thot nënës teme kur nëse len djalë dush me elon emrin Arnold dhe që shtu më ka elon emrin. A i ki ata shëshnit ati fshatit që i 14 vjeçar, a flet sot me ta, ke kontakt me shokte e klasës fillore, të aty komshit që i ke pas atje, a ke në i shok apo i e Po largu i kam për... të kushërit tonë. Jeta i largon. Kushërit, po shumica nuk kena shumë kontakte që janë shpërndarë shumë, po si do t'jetë në tarmen inshallah gjithmonë na bashkon Zoti. Treshnia. Po kena mundësinë ashta mu taku dhe mi fol të nahet. Okej. Si tash seni mirë, unë gjalin çdo me gjithë kur ta çojnë në shkollë, e ka shkollën ngat, i ka mundet me shku edhe me çu edhe me kerr, po edhe me bos me çu. Shkolla joni ka pas një rrugë. Po, Një orë e ka pas me shku një rrugë, një orë më kthy. 2 orë. U konë e zoshme, i kena pas një par patika për verës edhe një par patika dimnit. Vetëm po. Po, si tash, seni maj mjen është shumë ka ndodhur konë që e rrugë që na ka ofru për me shku për me zhvillu vetën edhe me forcu vetën. Me e kuptu sakrificën. Sakrificën se senet e zoshme nashta të mirë, atë zoshme me plot dëshirë të bojnë të fort. Absolutisht po. Të bojnë të fort. Jemi te djali, për mene djalin që e qënë në shkollë. A kishe dash djali jot me qenë boksier? Me ushtru po jo me boksu. Jo me boksu. Jo. Me ushtru po, normal me ushtru po, me boksu jo. Pse Arnold? Unë një sen se dikant se e don, nuk i qef në ashtë A i kupton sot prindrit tu që kanë se s'kandosht? Shumë. Sot i kupton, ha? Domethënë nuk i kishe kuptu, po s'kishe djalin tënd, apo jo? Qashtë. E di se tash që është, unë s'kisha pas kur dëshirë qef me pa djalin tem Tu boksu me dikë. tu boksu ose të mërë goditje pri dikujna. E di se shakan hek tash prindit e mi, nana, baba, vllaznit, ata janë konë gjithmonë një javë ditë pa gjumë kur kanë boksu në. A i kanë kërë ndeshjet e tua? Baba u kanë 3 herë më sa di, nana e me jo, nuk u kanë. S'kan mujtë. Aja s'ka mujtë dhe s'ka pos shumë dëshira dhe me ditë se kur e sen veç se me ta në herët më kanë shëndosh e mirë me i kalu. Edhe pse kur hupsha, thëke djali jem, thëke hajtë se aje i mirë, thëke edhe ajo, thët, i takon thëke sportit, edhe me hup. Arnold, e kam i pyetje. Duke e parë që ka shumë njerëz që kanë prit prej teja. Gjithmonë kanë prit me qenë karrierë, po mendoj, mos me lënë boksin. Qashtë. Ka njerëz që kanë thonë ky njeri ka me hecë, ky njeri ka me qenë kampion bote, ky ka me përfaqësu. Pse vendosë edhe me lënë boksin, mos them midis karrierës, midis moshës ideale për boks?
si tash Altini unë boksoj që 25 vjet. Që 25 vjet. 25 vjet ja kam nis me kickun Thai box dhe boks bashk. I kam me krejt bashk, me profi, me amateur, i kam dikun afër 120-30 ndeshje. 130 ndeshje. Po, ç'është? Amateur Mos kush dhe profesional. Mos kushin edhe më shumë, po. Gjithsela e ban kohën e vet si tash. Afër 40-qit boksi nuk është më në qatë gjendje si me 35. Si me 35. 5 vite ndryshojnë, a? Edhe 5 vite shumë ndryshojnë. Be. Unë ka pa thonë një trajner shumë i njoftëm, Fritz Tunek, indjeri ka vdek, edhe ajo konë trajneri i Kliçkova. Edhe ka pa ardhëm, ka pa ushtru mu në Zvicër, edhe kam pas menen, ose kena pas bashkëpunimet me murë si trajnerën ata. Edhe më ka thonë mu, Arnold, njeri plakët, mu të më plak pri Soçit, me një vetën jo aktive dhe mundshme, nuk vyn koha e Moshës. moshës. Po. Mund një që është me një vetë, mendja. Mendja. Po. Edhe mu, unë e mira kam pas, edhe me të vërtet e njiva vetën mirë, nuk dashta me lanë, po e arrita që atë qëllim se këtë dashta, me që se i kam pas edhe do probleme shëndetësore, që dashta puna atinve me mujt edhe me arrit ma shumë, me një vetën, edhe ata me mujt që atë far fazën që e pata me te i kalu, puna me buksu apet edhe me kry sa ma mirë. A i ke arrit, ose a i ke realizu kredandrat që e ke pas për fillimit? Në 99% po. 99%. Po. Cila është ai 1% që kam vetë, si pas te? Me ju të ashtu. Edhe u blecu 100%. Po, dhe kjo. A jena shqiptar? Jena shqiptar. Arnold, pyetja tjetër është, unë e di personalisht problemet shëndetësore që i ke pas. Po du ta dini edhe shikuesit për humbjen të paktën që ke pas me David si ka? David Haye. David Haye. Po, me David Haye. E ke pas humbjen më duket meqin e parë, po jo? Po me që i parë që kam humbë, domethënë, mas 30 lojëve në profi, Në profi. 2 herë pa ta mbajt titullin European, në Basel, në Santikopshall, kur aty u kanë plot e mushur me shqiptarë dhe kena pas një atmosferë shumë të mirë. Boksova kundër 2 bokserave, njëri për Bosnjës dhe tjetër për Rusisë. Dytë kanë me doping liste, mos e na e kry meqin, na kontrollu, na kena morë në sen. Po mas meqit kontrollohet apo para meqit Jo, mas kontrollohet? meqit të herët, mas meqit i kontrollojnë. Po. Edhe kur na morën kontroll, ata dy dolen Pozitiv. Pozitiv i pari, meqin e dytë edhe ky rusi. Po. Edhe ku e kam vrejt që meqin e dytë u kanë rusi që ka morë shumë goditje bile edhe rundin e tretë e kam thy dorën, edhe e kam diktu që s'ush dora mirë dhe s'musha shumë me dorën e gjatë, po do me të runda boksova. Do më thonë boksova, e fitova mirë. Edhe pse ishte me doping fitove? Po, masane, po nuk e di shonë. Po. Edhe masane kur dul mas 2-3 javë, po vjen lista e asaj doping liste, se kanë edhe kish morë gjitha sene se s'janë, me thonë, s'është njerëzore ato sene mi morë. Edhe po e niva vetën të fort atër, se thash... Absolutisht po, se edhe me doping edhe me imposht është vërtet është fort. Është... Edhe me dorë të thyme mundësisht. Edhe me dorë të thyme, atër... Që kallëzet është i pak ma gjatë, se karriera është shumë e gjatë dhe isha të buksu 2008-ën, isha të buksu në Gjermani, isha atëherë në amateur, edhe buksojshim Zvicra me vene tjera. Dhe ma thonë, unë i takojsha Zvicës, tim Shvajc, që u reshim internacional me këtë bukserat e botës. Edhe isha të buksu aty edhe peni një ndjenje shumë dhe pulsit të reme edhe unë regelmesi kështu tash pa Shregullimi i ritmit. Shregullimi i ritmit. Shregullimi i ritmit zemrës. Edhe
mos të kësi, nuk i thash, nuk i tregova trajnerit që mi thon trajnerit tash e niva qëta dhe plus boksova edhe adin thash s'është koha mi thon trajnerit ndoshta se ishim na ishim përgatitur me luftuar, me dalë me luftuar mi thon kështu senesh. Adin, edhe e lash edhe po thash shkoj ta bëj një kontroll të doktorit edhe tash ta kryja, po di. Ku shkova aty mirë gjysh kam dul edhe vazhdova, domethënë 2007, domethënë që aty. Denani 2023 kam luftu të në herët na për doktor, shko, kontrollau, gjithçka është mirë, gjithçka s'ki problem me Të thoshin doktor. shëndet, po. Mirë, po ti asnjëherë se ke ndje veten mirë. Jo, nuk e kam ndjen veten mirë. Domethënë ka ardha ajo koha, për shembull të nejt ose të kësi, ka, që më thonë, jam kon çat momenti çrregullimi, po, edhe atëherë vazhdoj gjithmonë qështu, dhe se tash dikur erdhi ku isha të ushtru në Saint-Tropez në Francë edhe po ushtroj, isha dhe nxehtë, koha nxehtë, dhe po ushtroj me një francez edhe u dush me ndërpre ushtrimin që isha e nive vetën shumë keq, edhe ma mati trajneri pulsin, po më thot pulsi, ki tha ma shumë se 200 pulsin. Tha dhe ki tha, jo tha gjithmonë njajt apo nalit edhe këcen. Me çrregullime, po. Çrregullime. Edhe kur erdha apet shkova te doktori, e bona unë i shpital këtë çek liste dul mirë. Prap mirë. Apet mirë. Ajo të vinte veç me periudhat vinte. Me periudha sot të nej të ushtrua. Po. Edhe kisha shpesh këtu. Edhe pata meqin e madh në London. Edhe aty ushtrojsha shumë edhe kur ushtrojsha shumë aktiv, këto ishin ma aktiv. Këto çrregullimit ishin ma aktiv. Atë ka kap ky problemi shëndetësor me meqin e madh në London, Arnold, se aty u duk sikur mu fshit ndeshja. Mu ka kap 2 herë më ka kap. Një herë bazel. Gjatë ringut, gjatë ndeshjes. Po një herë bazel, kur jam rrajt se tash me rusin. Më ka rrok, po unë nuk kam ra pri prej goditjes. Goditjes. Unë kam ra pri problemet që s'kam pas fuqi më në trup. Pra prej çrregullimit zemrës. Çrregullimit, po. Edhe se tash në London erdh koha me boksu aty. Edhe me të vërtet jam kon shumë i përgatitur mirë, jam kon edhe pse vishin edhe në trajninge këto ndjenja gjithmonë i largojsha, domethënë s'ka veç luftim ring edhe kur gjë tjetër. Po hinem aty edhe nashta goditjen e parë që ka marrë mas 20 sekundave. Bum, më ka rrok David Hay edhe e kam një që mas e kësi më ka njësë më kapa ajo farë çrregullimi. Edhe mas e ne atër mos s'kam ujtë, du më thonë s'kam pas fuqise. S'ke pas fuqime. Edhe s'tash çfarë shkakton të ky çrregullimi, Arnold? Do më thonë nuk kishe takat, lëvizje me gjujt, me ashtu. Po mas sporti oksigjeni në gjak bjen. Bjen direkt, po. Bjen direkt. S'ki lodhje të kanve, lodhje durve, si që kisht e marr mendin se çka po ndodh, çka po ndodh. Diçka më e madhe mundet me ndodh apo diçka po. Tash ti është, më thon, është një ndjenje shumë e zoshme, po se më thon, tash unë kisha fol të problemi me doktor, po kush nuk më besoi kë. Ndërkohë regjia, të lutem Diamant, ma nxjerr videon e ndeshjes e Arnoldit bashkë me David Hay. Edhe ka pa ardhur një kohë që me të vërtet nuk më ka besu kërkush. As me fol me gjithë kanë thonë që është kjo është e mundshme me dalë boksu dhe mi pas të probleme. Po, ke pasi problem që ti e vujshën vetvete. Po më ia tregu dikuj nuk mundeshe se te mjek dilte mirë kur bësh analizën, mirë po ty të kapte me periudha. Me periudhë edhe çat kohë, domethënë kur shkosh te mjeki gjithçka mirë ose. Pra, ti nuk ke ra prej goditjes David Hay. Ti ke ra prej çrregullimit e dy gjërave. Jo, edhe prej goditjeve kur s'kam rënë karrierë. Kur edhe kam ushtru, për shembull, kam ushtru me Kliçkovat, kam ushtru me disa këtë bokserë që kanë qenë në karrierën numër 1, domethënë botë, kam ushtru me Tyson Fury, kam ushtru me shumë bokserë më të mirë, ai duhet.
edhe goditjes së zinëve kur mu nuk më kanë bërë diçka. Kur s'kan bërë diçka. Ja. Pra, domethënë, në atë moment që ke ra në meqin me David Heti, të ka kap problemi shëndetësor. Qashtë, mu më ka kap ajo ai rundin e parë në mas 20 sekunda. Unë e shoh David Hein. Para një viti 2 takona me David Hein edhe folim, edhe ja kallzoj qita, shka ka mune. Edhe ai e din thot Arnold thot kam diktu thot se si kon mirë. Se thot ku të kam rok rundin e mas 20 sekunda, të kam rok ty, normal ku ta roke dikan, qatë goditje ai bjen, mos qohet. Tha mos ati i qu, tha mos kam po, tha se mo nuk i kontingjendje mo, nuk i pos lëvizje mo reakcion. A çdo goditje ku ma ka jap një shtyme ma jap bish. Edhe nëse skiti mo nuk je stabil. Pse se ke tregu Arnold Po si problemin tënd? Me tregu publikisht. Edhe trajnerit, edhe njerëz më thonë që nuk pse ki rreziku me pak fjalë, që është edhe rrezik. Po Me hy me një problem shëndetësor, sidomos me zemrën, në një ring, Mund me ndodhë gjithçka. mund më po ndodhë çfarë diçka. ka? Pse ki rreziku kaq? Mas David Hay, do shokët mi më thanë Arnold të vynë një sport psikolog. Psikolog i sportit, më vynë. Edhe ishte një në Bern, Jürgen Wetzler, ndjerë edhe ai ka ndru jetë, nuk jeton më. Edhe e morën vendimin me shku të ai. Shkova 2 vjet të ai. Çdo njëherë një javë shkojsh të ai. Edhe gjithmonë ja tregojsha këto sene. I folshim shumë dhe pse nashta nuk kena taku me një anë bashkë në mes vete, nuk kena mujt më përputh bisedime, po shumë kam mësu prej tina se shkam vynë mu. Shkam duhet mu si sportist. Edhe kur ja kallëzojsha çto sene, thësha këtë senet i kena bërë të doktori, janë konë gjithçka shka, kësi më ka dalë mirë, se në thë ke Arnold veç psikikisht mundet mu kanë diçka. E ke psiqike, po. Po, thësha mirë më, po thësha për kam përjetu këto sene edhe në Kosovë si djalë i ri, ju kam rënë gujve paramilitarëve serb, kam pas pistolin kry si fëmijë dhe këto ndjenje janë ndryshe, nuk mundesh mi krahasu me çto ndjenja shka unë përjetoj çtash. Edhe çështo tashti të shport psikolog nuk gjeta rrugdalje. 2 vjet shkova edhe Pra ishte problemi me zbulu se çfarë ke. çfarë kena. Edhe me të ndihmu ty në atë, apo kërkur se zbulonte, kërkur se dinte. Ja. Edhe kam kujtu më si kanë dalë kretë analizat mirë të doktore, duhet më... Edhe te unë në klubin tem Arnold Boxfit e ushtresha një doktor. Edhe ai kishte një praksis të vetën, medik stazhur këtu në Pratell, ku jetoj unë. Edhe ati ja tregojsha këto. Po edhe ai si tash. Ai ki bërë analizat, ai ki bërë këtë. Mirë, jes ke gjak, ke psiqike. Edhe i thash të lutëm. Thash në qosë më dodhë në herë. A din jam të shtëpia dhe vite ti, mos të merr një pyetje. Çka qysh tek, ku ke sigurimin e ku ke adresën. Këto thash, kapni edhe shtrimni me një herë edhe nëni këtu EKG. Me pa ritmin. Me pa ritmin. Edhe shkova atje edhe puhina atje edhe isha pulsin alt edhe mi kapën më shtrin aty. Kur për shohin, më dul Forhoflemer. Edhe tha, ajo doktorica, ja, tha ka dalë, tha dhe kjo, tha, pja që tha doktorit shpis, tha, këto krejt dhanmet, edhe doktorit shpis atër më lajmërun me shku në një spital në Bazel, edhe mi ba këto, më hanë pri listës hinë mrena, edhe shkojnë drejt zemre, edhe aty e bojnë, si shqip të ashtojnë shfaj, se e kapin atë farë. Operacion në zemër. Operacioni, po. O me laser. Me laser. Po. Edhe, okej, po, gjëma thonë, disqysh, edhe pëse më tha që ashtu, e njiva vetën shumë shlirë se e dita se shka unë. Po, të paktën e zbulove. Hiq nuk me thonë, me mor diçka ndërhirë, mi thonë tash me shku, o bon kjo, dhe... Na e thash, ka është mirë që e gjeta, i duptu se disha se une se shka kam. Edhe në qatë moment ja qova ati shport psikologit, ja gjeta, i thash një fjallë shumë të mirë, nuk ndoshta me ranumi, i thonë, se a i punën e ka batë bon shumë të mirë, po i thash, njëri ta në herë njëtë mësën.
Thash, po të kara me mësu, thash edhe prej meje që tash ti, thash shumë, thash se ka marrë të ti, thash 2 vjetë, thash edhe nuk kena mujtë. S'ke zbulu diçka. S'kena. Tash ti e zbulum, thash. Po, e tash e ke drejt me zbulu dhe tjerëve nëse ndodhë në qëtë Jo, mënyrë. se ndodh. Se nuk u kon problem psiqik, Edhe po me të kallëzu drejtën, nuk i ka ardhur keq dhe nuk mu ka lajmëru. Niku nuk mu ka lajmëru. Mu ka lajmëru mas 1 vit e gjysë kur kam dalë, apet me buksu, ma ka po meqë, më ka thonë Arnold, jam e 1 vitën shumë, krenar që ti arrit, mas të senev, e me që ato sene shka ki përjetu, me dalë më buksu. Edhe që ajo atër më ka që më thonë, më ka motivu, edhe si tash, atër një vjetë, mas 1 vitit, nuk mu heken hala këto problemet me ritmus zemës hala ishin. Mas 1 vitit apet e kam bërë 2 herë. 2 herë nuk kam funksionu. Edhe, unë e kur s'kam lexu libër. Që ka lexoj tash ti, kur nuk ju kam, edhe mas 2 herë, e pa që su shka heket, kam morë me lexu qysh më ushqy, qysh me flejt, qysh më sill me njerëz, qysh më ushtru. A di keq të sene i kam bë, edhe në marrim e kam hek me ushqim edhe me që më thonë, relax zemrës, shpirtit, ose stili jetës. Stili jetës mi hek edhe. Pri ateshit ma nuk i kam. Pra do më thonë, e Kam vetë dalë, shërove vetën. E vetë shërova vetën. Duke lexu stilin e jetës se si me funksionu. Po. Se është një fjallë, thënë, kur kush nuk shnosh përveç vetës. Po, absolutisht. Cilët janë këshillet kryesor që e ke mësuar që të kanë ndihmuar me ndryshu stilin e jetës, që e njeh sot veten më mirë? Po foli ma sportit e haja. Njëri nuk është i bën për me hangër 3 herë në ditë. Njëri është i bën me hangër 1 herë në ditë. Njëri për sarsit tonë kanë lëftu gjithë ditën për me hangër buk në prami ose mirëqu ushqim familjes në prami. Nuk ina si sot qomi edhe qelim fshederin ose frigoferin edhe i morim pijet ose gazume ose hana të sene tjera kurse si s'ki lëftu kur gjon pa hangër. Edhe une në qatë kohën se kur kam ushtru ose jam kon njëri kam hangër shumë. I kam dhënë vetit shumë ushqim, pa mas. Shumë toksina. Po, jo se jam ushqy keq, ose kam pi alkohol, ose kam pi cigare, në sen tjetër ato kur, po trupi jem, kur e kam lexu me qatë libër, trupi jem nuk ka pas kur, që më thonë, pushim. Kam ushtru krejt ditën, ose kam punu krejt ditën, kam ushtru mbrëmje, kam ngren ose kam hangër, edhe kur kam arë të shtëpia, në vonë kam hangër apet edhe i kam dhënë trupit barkit, ose nuk i kam dhënë kohë me pushu. A i barkin në vend që me pushu trupi edhe se menja. Stomaku në stop në përpunim ka qenë. 8 orë në pramje me flet mirë, trupi apet ka funksionu. Edhe herë dikur ka thonë trupi, kish mujt në ashta kryt ose ka thonë, tashti, po të kapi këto. Po. Edhe, betë vërtet, unë i kam hek me qëto. Edhe ju. Shumë mirë. Pra si këshillë në shumë rëndësishme për njerëzit që mund të avujnë të njëjtin problem si ty. Që ka njerëz. Është si këshillë, është vetëm disiplina në të ushqyer, apo jo? Altin, unë jam i besimit katolik. Katolicizmi është Bibla, ose sem 2000 vjeçar. Kurani pak më vonë. Dyhat i kanë kohat ku bajnë fasting, Agjerim. agjerim. Edhe ndash një me është që kjo kohë se... Sidomos në këtë vit na ka ra prej herë 2 janëve, Në domethënë. ka ra 2 janë. Edhe katolikëve edhe muslimanëve shqiptarë ju ka ra për një ditë edhe krejshme edhe Ramazani. Domethënë është diçka shumë interesante. Shumë interesant. Edhe në Bibel shkruan koha që thot i lumi Jezu Krisht që thot ka shku 40 ditë me jetu dikun shkretina ose vene ku s'ka ha aty. Për me pastru trupin, me pastru shpirtin. Edhe tashti na duhet me morë që të mësim të atinve me mba fasting, domethënë me se trupi kur të shti në grakum, puna kur nuk të lodhë.
puna mirë. Kur nuk të lodh. Të lodh haja e keqe. Haja keqe, me njerëz dhe këqi, Po, energjitë menimi i keq negative. i njerëzve, Po. menimi i... Unë nuk kam qef me nejt, tash në këtë karrierën time kam pas njerëz të mirë, po kam pas ka herë njerëz negativ. A dy me e kam pri lindjes. Unë me kësi njerëz nuk muj me Me njerëz energji që t'japin energji negative. energji të keq. Siç edhe unë kam të njëjtin problem. Që Unë- me njerëz me energji që më mu japin energji dy- negative s'rritot. Të na thojnë 2 gujt me këput në njëri që vjen me energji të keqe. Po. Unë i tham kështu, ai më thot ashtu. Po. Okej. Amo pse nuk mujna me mor pak kaptin senin pak më ndryshe, më lehtë, Po, jo me kap me një herë me stres o me seks. Edhe unë tham, nashta një pjesë kam hub me David Haynes, s'është problemi. A din, kam mësu shumë. Po senet nashta mas shumë që i kam mësu, si mi ka dhuru sporti, se nashta nuk isha mujt me studiu me i te i kalu me shkollë, studimet ose mu bon doktor, po jam bon që me thonë doktor i thjesht, i trupit ose i menjes, me shkollë që ma ka dhonë mu sporti, Sporti, me absolutisht. ditë se shka muj me bone, shka më duhet. Ju kisha afru trive ose treja ose pa marë parasysh farmoshe, mu ushqy me senet shka na ka dhonë Zoti. Natyra. Natura shka na ka dhonë. Senet shka na i Bio. prodhojna edhe i zbojna senet përpunume, nuk është i bom trupi jonë për to. Edhe në qoftë është i bom, duhet na mi bon këto fasting për mi depërtu të këqijat Me pak fjalë për të gjithë fansat e Arnoldit bashkë me Fatonin njëkohësisht, problemi i Arnoldit ka qenë problemi shëndetësor që ka rënë edhe ka humbë ndeshjen se jo nga goditja. Pra. Ky ka qenë problemi i tij që po e shpjegon Arnoldi për herë të parë ekskluziv tek ne, këtë problem që ka humbë ndeshjen se realisht unë kam qenë shumë optimist në atë ndeshje. Nuk e di pse po kam qenë shumë optimist. Unë edhe shumë të tjerë. Mirë po, tash unë e kuptoj, kam një najtë para kësaj interviste bashku, unë e kuptoj absolutisht këtë problem shëndetësor që ke pas. Tash shqyr që pakin e mirë e ke shëru veten, siç indianët kanë thonë që doktori më i mirë i vetës është vetja dhe ta shërosh veten e pa medikamente, pra vetëm me anë të ushqyeret të psiqikës. Pse ke vendos mos me tregu për këto probleme shëndetësore që e ki pas gjatë karrierës, po i ki majtë për veti, kisha mujtë me dalë para medjave, me thanë, kum hup për këtë arsye, po ki vendos deri në fund karrierës. Po unë do shta fund karrierës puna se unë do shta apet me vazhdu, me buksu dume të runda, mas që saj kejtë qëto probleme që i kam. Bile unë kur kam buksu në titlën kampion botë në kundraj buksejt nga Belgjika, aty, dume të runda kam buksu, para ndeshjes, një javë para, kam morë goditje i kam thuj 2 brinjt. Dhe më hënë, edhe aty kam dalë me tjetër, që boksi ose punën që ta bëjsh, të në herë nuk është perfekt. Kime pas të në herë lindime. Po ato lindime, dhe më hënë, një thyrje në trup, ose se nuk është si një lindimi tjetër, kur s'mun është pëzim shemë, si tash, me pas fuqim trup. Tjetër gjë është me thuj gishtin, tjetër gjë është me të rrok zemra, me të hapë ritmi e gjonat e në tjetër mohabet. Këto sene, për atë punë nuk kam dashur në mi tregu pa kry krejt karrierën. Atë mungon ringu? Po, mungon. Të mungon? Mungon shumë, po tash ti që një vjetë s'jam të ushtru. Si e të ushtru? S'jam të ushtru që e kam klubin të. Po, që i ushtron të tjerët. I ushtroj të tjerët, i ushtroj shkollat ndryshme. Tash ti e kena qenë një firmë INCO, Integracion Coaching, punoj me Jugendstadt Anwaltschaft, i kina disa tri nga Zvicra, që janë me problemet kofizuara, ata na qojnë neve, edhe na i përgatisim një jetë normale, me kry një zanat, me shku në shkollë, mos më merë me sendet qia, me kry qatë kohët të paqë, se janë të na më kanë përgatitëm mas boksit me kriju familje ose me pas. Në qoftë mujnë me vazhdu me boks, po. Në qoftë s'mujnë me pas një diet hapër ku mujnë edhe jetën me vazhdu. Qysh ju nimon sporti edhe disiplina e sportit këtyne fëmijëve që kanë problem? Po kur t'janë aktiv, kur t'është një njeri aktiv që mundet stresin
me e dhonë me një thest boksit, po. edhe I largon të gjitha të këqijat një shka e ka mrejnë e jep aty, atë një vjen të shtëpia edhe çlirohet edhe mundet atër me një vetën paqe dhe shlirë. A beson që edhe ti kishe mujt me dalë në rrugën e gabum si 14 vjeçar në Zvicër, pa e ditë gjuhën, e ardhë për luftës? Qëre, tash unë jam kone I fuqishëm nga trupi. Unë me hera parë kur kam punu, këtë punë I kam bo. Si jam merë me sport edhe me shkollë, po kam punu për me fitu parë, kam punu, jam kone dhe sekuritas në për klubet ndryshme. Po. Edhe aty kur s'kam pas probleme. S'ka guxu kërkush. Jo, s'me me thonë ata, s'me me thonë që po, do më thonë, se jam kone një e tip se I kam lypë, do më thonë, gjithmonë kam munu me fol me ta dhe me kry. Ose nështë ta kam thonë, hik se kam punë boll në ring, mos një dhe këtë sene. Atë kanë njoftë kur të kanë pas si sekuritet? Po, shumë, po, ja, në Bazelës të kësim, kam respektojnë gjinja shumë, dojnë shumë, pa marë parasysh qëfar në nësësie sen. Kam shumë, do më thonë gjithdo vend kur shkoj kam një djerë hapër. Absolutisht që po. Po. Arnold, sot ke edhe biznesin tonë në Bazel, ke disa pika të karburantit, edhe marketin Shpark që ke apo jo? Po. Punon. Me biznes, me jedhe në Zvicër, duke ditur që dashnin e ke për Kosovën, për fshatin tënd atje, ku ndjesh më rahat? Atje apo këtu? Po mendoj, ku do doje t'jetoje, pavarësisht se këtu halli na ka pru shqiptarë me dalë në mërgim, se absolutisht se cili ka dëshirë në guri Iran thojnë peshon vend vetë, po ku kishe pas dëshirë me jetu, pavarësisht të nevojës? Për qëtash, folim për këto. Për këtu. Për këto që jina këtu që më thonë kofizumë, ose kina një farë rëthine që s'na len me dalë pri puna. Jina lidhë, tash gjallin shkollë, gruja, bashkë me grujen, se kam një gru shumë fort. Tani ti për e zellë tuën sepse nevoja është. Nevoja jena është qashtu. Amo ku do doje? Po kur të doja... Ku do doje? Kur doja të shkoja në Kosovë. Ka tu në temi që. Okej. A me ndonë mu këthy mas një kohë? S'më me të ka zhulli, s'më me tonë. Është e vështirë, realisht është e vështirë. S'më me kësi, po si tash veni jem, ose nuk bëhat kur I huj. Absolutisht. Ajo është, aty kina lind, aty unë e thamë bëli kina do ara, që shqithon ju arat. Po. Edhe, kur kaloja e nenën, dheut, I vjen era nryshe, su kur venit që. Absolutisht. Se unë jam rritë aty me bakti, edhe e mura një shok me veti Zvicran edhe I thash verë, si shime, edhe I thash shok, hajde thash shkojnë, thash në ato venat ku kina lujtësen, edhe ai veni është një farë që kalesë, e kalojnë një farë, një ujë, dvogël edhe pimsheli sytë edhe për një vetën si atëherë edhe po marë frymë, ta manë mirë edhe pi thamë Matina, ai po më thotë, shka kije, thash po vjen era, thash sikur para 25 vjetë. Ullëm që në fmi I vogët. A ka sot në Zvicër bokser premtus? Po. Që ti po e ushtron apo e njef? E ushtroj, për momentin e ushtroj Shqipion Hotin. Shqipion Hoti? Po. Okay. Është një djalë shumë I mirë, sportist I mirë, bokser I mirë. Boksojnë atash që një vjetë, kam ushtru me ta, edhe kur e kam lënë karrierën, ka ardhur ka thonë Arnold veç me ty mujna me bashkëpunu bashkë si trener. Okay. Veç me mundet ai me një vetën rahat ose me një vetën Ai bokson profesional, a? Profesional. Okay. E ka boksu qëtashti para 2 javë. Okay. IBO Intercontinental Champion, ka fitu kundër një bokseri nga Afrika. Edhe tashti po këshyrim tashti meqe tjera ku ai mundet me korë. Bravo. Kina edhe edhe në Bazel kam shok të mirë që në rrit bashkë edhe ushtrojna bashkë. është një ndër ta, është Fatan Vukshinaj, është një bokser shumë I mirë. Ata kanë klubin e vetë, ushtrojnë bashkë me vllahën e vet. Edhe kështu se tana herët kur kanë ata meqet, tash I shkoj unë edhe I vizitoj ose I përcjelli meqet.
e ashme. Qysh dallohet jeta jote e përditshme prej kohës që e kon profi, prej që e kilan? Të na thoi një fjalë, nxerre i riqin në rruga 5-5 në Luga. Unë e kam dalë prej boksit, adi vetë në ring, po unë jam tashti me bokserët e mi avla në klubin që tash e kam. Jena të ndërtu një klub apet më të madh, me një plus me një dhomë ku punojna me 7 valçaft Bazelit edhe Bazelandit, ku i kena 3 aty. Domethënë apet sa apet jeta vazhdon luftan. Apet sa apet lufta. Apo luftë e mia, domethënë. Pak ma qetë tash veç. Ma qetë, po kur na kini përgjithësi, kur ta morësh një bokser, ai bokser tash për veti, unë kam qef ai më konë forme më të mirë. Kur tëra i formën të mirë, nisë është mirë si trener, atër jam e motivu me një vetë mirë. Po që Zotit kam pas karierën e madhe, kam pas karierën e lartë, edhe kam mujtë më mësu shumë për më bon tash trener. Cili u kon momenti ma i vështirë gjatë këtë karierës tane, cili u kon momenti ma i lumtur? Po që më thonë as vetit kur që kam bo këtë pyetje. Nuk e din. Jo, e dit ashti, ma i mirë jo konë kur kam su për kësaj karierës në sport. Se sporti më ka dhëru, që më thonë, shumë dashni. Njerëz që i kam taku në sport, për atin e kam su shumë, kam pos të në heret, hala kam kontakte shumë të mira, e që kjo është ka neve në ka dhëru mas mirë. Pa marë parasysh edhe ringit. Normal që ato më djenja kur fitojsh ose janë pas shkruma. E tjetra negative është sene kur nashta si dalësh me qatë qëllim që e ki dosh me bon si tash në karierën teme se kam pas të mungesa. Prindrit i ki pas gjithmonë kundër në fakt, s'kam pas dëshirë me boksu djali tyre, bashortja, atë kam mbështet, apo edhe ajo ka qenë kundër me boksu? Në qëre, normal se as ajo s'ka pas dëshirë. Edhe s'ka pas dëshirë. Po, kur e kam njëftu, aja më ka respektu, edhe e ka ditë që shka veproje, se shka mundin që e dhonë për këtë sport, më ka një mu shumë, edhe kam si tash e kam një grup shumë fort, më përshëndes shumë. Bravo, një bokseri fuqishëm. Po mos ta kisha edhe ata të fort, nuk kisha në më thonë sot nështë ta me ju. Respekt, bravo. Respekt, bravo. Faleminderit. Kjo është gjë e bukur. Arnold, kam një pyetësor që do ta bëj edhe do zgjedhësh njërin nga të dyja. Okej. Kur them nga të dyja, nga pyetja po foli. Po. Atëherë, do zgjedhje të jesh në ring apo të jesh si trajner diku në cep të ringut? Trener. Trajner. Më mirë se sa në ring. Okej. Disiplinë ushtarake apo qasje but me nxënësit tu? Pra, me ata që ti ushtron. Do doje të kishe me ta një disiplinë korrekte dhe ushtarake, ti e di si e kanë ushtarak, apo një marrëdhënie të butë që edhe toleron. Ushtarak. Ushtarake. Okej. A mendon që është talenti apo puna e palodhur për triumfuar? Puna pa lodhur. Puna pa lodhur. Pra, edhe në qoftë se si e talent mund të bësh boksier i mirë, Po. Bukur. Fitore e nxënësit apo fitore personale e jotja? Pra, do doje të fitore në nxënësi i jot apo boksier i jot që ti e ke ushtruar nga A-ja deri në Z, apo do doje të fitoje vetë? Shumë pyetje e zëshme kjo. E di që është e zëshme, po du të me zgjidh njënën. Që çdo fitore të ban të fort, po çdo humbje të ban edhe më të fort. Qose bokseri kisha pas qef nashta jo, s'kisha pas dëshirë me hu, po për me pa veten ku është i kisha dëshiru që ai të humb edhe të vazhdon me një pozitivitet, mos ta lërë, po të vazhdon apet me... Në këtë moment, është pyetja, a do doje të fitoje vetë, apo do të fitoje nxënësi jot?
Do të fitoj jo. Do të fitoj ti. Okej. Kampion Zvicrë, domethënë kampion Zvicrë 10 herë apo kampion bote një herë? Kampion botën ja. Okej. Stërvitje klasike apo teknologji moderne? Klasike. Të mbaroj ndeshja në rundin e parë apo të fundit? Se gata është me çude në fund. Rundin e parë, po dumat runda ku kam boksu gjithë tana herë. Besojmë që më ka dohë që kam boksu 1 minutë. Ashtu, e? Që koncentrimi edhe ajo farndjenja gjithmonë ka kalu rundat shpejt. Edhe kur më thëshin mu, tash ti trajnerët ose ai shok jam da Arnold rundi du më të isha qysh më kalua deri du më. Do më çfarë shpejt shkoj ke. Okej. A do doje të trajnosh një talent që është kokfort, që smervesh, apo një talent që është shumë i urtë? Kokfort. Do doje që t'jepi intervista para ndeshjes apo pas ndeshjes për median? Mas ndeshjes se ki ma shumë atër. Keq kam me folë. Do doje një këshill të shkurtër apo një fjalim motivues? Këshilla, motivimi, po tash të këshillat. Do doje motivim apo këshill? Po tash dyja janë të mira. E di, po njëra na duhet. Unë jam një njeri pozitiv më mirë me motivu. Me motivu. Okej, bukur. Të jesh shembull i fort apo mik i afërt për nxënësit? Pra do më thonë, të jesh një shembull si i fort apo një mik i afërt që ndihesh shumë i afërt me nxënësit që ti stërvit. Shembulli fort. Shembulli fort. Se veç mik, na me 2 muj na mu bo mik. Po kur s'kam shembull të mirë. Fort, apo absolutisht. E bukur. Jeshtë përgjigje e bukur. Fitore me pik deri në fund apo knockout në fillim? Do doje ta mundje një kundërshtar deri në fund rundeve, deri 12 runde, po me pik, apo me knockout në fillim do dhe me shku të shtëpia? Se gjynaf me pagu njerëzit biletat, me ardha aty 2-3 vetë. Për rrethin tem, për familjen tem, me konë gjithmonë me buksu sa më shpejtën. Me kry punë. Me kry. Edhe me ikë të shtëpia. Për një punë, edhe njeri mëson shumë edhe në qatë do 12 runda. Gjithçka mëson aty. Okej. Mëson njeri vetin me mësu se kur vjen me një punkt që nashta si tash lodhesh, po minutat shkojnë shpejt, edhe thu që ky monim më do tash si buksova asnjë rund, po 12 runda i kalova. Unë për vetë 12 runda. 12 runda do i çoj deri në fund. Boks profesional apo amateur? Për nga e zortmja është boksi profesional. Më e vështirë. Se ka disiplinë më shumë. Ka disiplinë, janë dorëzat më të vogla, janë goditjet shumë më të mëdha, janë ushtrimet shumë më të gjata, normal se boksi profesional. Bukur. Një nxënës i joti që vjen dhe ushtron të ty. Në qoftë se nuk të dëgjon, i jep një shikim serioz, me dhonë me kuptu që rriurt, apo e dënon me 20 skleka apo pompa, cilën do zgjidhje? Jo, në mas mënoj para nxënësve tjerë nuk mënoj kur dikonin me ngaku me sharje ose me angazhim. E marr gjithmonë e largoj edhe foli me ta. I tham për shkak të ardhmë. Po, e kuptoj. Po. Mirë, po në këtë rast është një pyetje që do të zgjedhësh një anën. Tash në qoftë se në një moment do ndodhte. Unë tash tani herë ti marr edhe i afroj nga veti. I tham, kallzom ti mua ku problemi. Ku problemi jot? Okej, super. Po si tash duhet atë angazhim. Angazhim, 20 pompa me fut me po. Okej, në formë dënimi. Bukur.
Është kjo pyetësori që patëm dëshirë me marrë nga ty, Arnold. Jemi 1 orë intervistë së bashku. Shpejt. Kam dëshirë, po shumë shpejt ka shku, interesant. Shumë shpejt e Si me konë meqi i parë. Si me konë meqi i parë. Apo 1 orë i kemi intervistë që të bashkë. Arnold Gjergjaj, ishte shumë kënaqësi që ndave me neve një pjesë të karrierës dhe tjetës tënde. Je mirë se ardhur, sa herë kesh dëshirë mundësi. Faleminderit shumë. Do kemi herën tjetër do kemi një podcast kam dëshirë me zgjat më shumë bashkë. Me gjithë dëshirë që si tash kina karrierë 25 vjeçare. Kena edhe çka me fol. Kina shka me fol. Unë shka dhe deshta të vazhdoja apet në karrierë ishte krejt që e munim, do më thonë, si familjes ose shoqënisë, se më kanë mbështet në qëtë rrugë, nuk kam dosh me dalë edhe zhgënjys. Kam dosh dhe që qëllim me tregu me një kull matë madhë. Po kuptojsh? Se mos me elon veç me elon me do, okej, tashti, i hupa që të ndeshje edhe me dalë tashti. I pata që të probleme, shëndetësore me dalë tashti e pe elon. E jo, kam dosh edhe ata, mi bërë krenar, me thonë se unë e di se agje em, ose vllavi em, ose më kanë, kur kam marrë dhe kam mështru në Bern, ose kam marrë dhe mështru në Baden tu, nuk isha lejet kjerit, vishin ata mbishin, ose vishin më pa boks, ose shokt, ose, më thonë, nuk jam konë veç unë i vetëmi. E kuptoj. Jam konë shumë njerëz aty se e kanë hub kohën, nashta me familje për më promu në që gjendje, ose qatë vend kur kam pasur në dëshirë. Dhe ti e falendrues ndaj tyre gjithmonë. Shumë, unë shumë se tash kam shoqëni shumë të mirë dhe jam shumë falendrues edhe familjarëve tonëve, edhe kina një shoqëni shumë të mirë në Ambazel, aty kur i mbështetsim me qata shka mujna, i mbështetim shqiptarët me mujtë me bon të moqme. A mundesh me dhoni një mesazh apo i përshëndetje Arnold për kë ke dëshirë? Dëshirë tonëve ku jeni si tash ti veç populli ose tonë shqiptarë e ngojnë këtë program, Fol Shqip Show. Faleminderit jush. Ju dëshiroj gjithë mijat, punoni, jeni me një menet paqë, të rahatshme, do t'jetë gjithçka mirë. Shumë faleminderit Arnold Gjergjaj, do shimin podcast bro. Faleminderit. Do ta kemi një podcast të alshojmë në lera aty në i gotë për para. 2 orë muhabet kena me i bon, se kena shumë sajnë me për me bisedu bashkë. Kjo koha televizive në televizion që s'na lejon më tepër. Kështu që të faleminderit shumë që ishe pjesë e Fol Shqip Show-t. Shumë faleminderit. Dhe të përcjell me Duart Rokiti, on big up on Jonas, Arnold Gjergjaj!